Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për parashikime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, do flasim në lidhje me javën, ftoj që të ndiqni shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Shenja ascendente ose ascendenti juaj përcaktohet nga ora e lindjes, ku përcakton dhe shtëpitë tuaja. Kështu që ajo te shenja ascendente përfshiheni më tepër se sa te shenja e horoskopit. Gjithsesi, do fillojmë dhe do shohim si do jetë kjo javë. Është një javë ku do ketë diskutime të vjetra në lidhje me shenjat fikse, siç është shenja e Luanit, shenja e Demit, shenja e Akrepit, shenja e Ujorit. Është një javë ku do ndihmojnë shumë shenja e Demit, shenja e Virgjëreshës dhe shenja e Briciapit, të lindurit në 10 ditëshin e parë, ku do ripërtërihen gjatë kësaj jave. Gjithsesi kemi dhe eklipsin aty, që është një datë shumë e fortë. Është një periudhë që do jetë emocionalisht shumë e fortë, sepse do kemi edhe eklipsin e hënës në datën 28, kështu që mirë është mos merrni vendime të vështira. Ose nga ana profesionale, sepse data 28 është një datë e vështirë, por ndërkohë mos bëni marrëveshje dhe nënshkrime kontratash gjatë kësaj periudhe. Edhe në lidhje me udhëtimet, shmangni udhëtimet në datën 28 gusht, ose një ditë para, një ditë mbrapa, sepse janë ndikimet e eklipsit. Gjithsesi do flasim në një video tjetër në lidhje me këtë. Dhe do shohim me gjitha shenjat me radhë, nuk duhet merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, do jetë një periudhë emocionale shumë e fortë, kështu që mirë është të shmangni marrjen e vendimeve gjatë kësaj jave, si në lidhje me marrëdhëniet, në lidhje me punën, me marrëveshje dhe kontrata të ndryshme. Por edhe në lidhje me udhëtimet, dhe flasim udhëtimet më tepër në datën 28, që është një datë pak e vështirë, ndërsa në lidhje me marrëveshje dhe nënshkrime kontratash të ndryshme ose edhe nënshkrime të ndryshme, shmangni datën 25 dhe datën 28. Data 28 është edhe një datë e mirë në lidhje me mirëqenien, ndërsa nga ana emocionale data 28 për profesionale, por dhe emocionale data 28 gusht është pak e vështirë. Gjithsesi do fillojmë me të gjitha shenjat e Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi të bëjmë energjitë shenjave të ujit, kemi 4 energjinë e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës edhe Luanit, dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Në fillim të javës, ju shoh shumë emocional në lidhje me një dashuri. Fati do t'ju ndihmojë që ta çoni para një njofje të re që vjen drejt jush, dhe ju shoh që jeni duke menduar seriozisht në lidhje me këtë person. Ju shoh që jeni në një pozicion të përshtatshëm për të realizuar diçka në lidhje me një njofje, ndërsa për pjesën tjetër shoh do keni lajme të mira në lidhje me punën ose në lidhje me anën ekonomike. Ndoshta do keni të shumë vëmendje gjatë kësaj jave, por ndërkohë fati do bëjë që ju t'i çoni gjërat para. Gjithsesi jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me një lodhje që keni pasur, ose në lidhje dhe me persona që sapo i keni takuar, në lidhje me udhëtimet tuaja. Është një javë ku ju do jeni edhe do shprehni ndjenjat tuaja, ose ndjenjat tuaja do rizgjojnë gjatë kësaj jave, dhe fati ju ndihmon për t'i çuar gjërat para. Për pjesën tjetër, mendoni shumë seriozisht në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me punën, kanë lidhje me fëmijët tuaj, ose në lidhje me studimet, në lidhje me
dokumenta të ndryshme. Gjithsesi është një javë, pavarësisht se jeni duke menduar në lidhje me gjithçka, ju shoh, fati do t'ju ndihmojë të çoni gjërat para, do keni një rizgjim në lidhje me dashurinë, ose ju mund të keni dhe një person admirues gjatë kësaj periudhe. Është një javë fantastike në lidhje me ju, thjesht shoh që jeni duke menduar në lidhje me gjithçka. Disa prej jush i shoh në një pozicion të mirë ekonomik, ose do mbështeteni nga një person që është person që ka eksperjenca në punë, mund t'ju këshilloj ose mund t'ju japi edhe t'ju mbështesi në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Akrepit, kemi energjinë e kullës, kemi dhe energjitë shenjës përsërituaj ose shenjat e ujit. Gjithsesi ju shoh që ju lini mbrapa diçka, lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar në lidhje me dashurinë, dhe shoh që këtu ju pret një njohje. Diçka rrezohet për të ndërtuar diçka më e mirë. Gjithsesi unë shoh që mund të jetë diçka problematike, sepse unë i shoh që ju largoheni nga një njohje që do bëni gjatë kësaj periudhe. Mund të jetë një njohje që është problematike dhe kjo ndikon më tepër te 10 ditësh i parë i shenjës ose të lindurit në ditët e para të shenjës. Gjithsesi unë shoh që largoheni nga diçka. Kurse për një pjesë tjetër shoh që ju do psoni një transformim shpirtëror, do keni ndryshime të mëdha, por shoh ndryshime të papritura, që do vinë papritur tek ju. Por unë shoh që ju qëndroni po aty, sikur nuk dëshironi të bëni këto ndryshime. Nuk largoheni nga diçka. Dhe kjo mund të ketë lidhje me një punë, në lidhje me bashkëpunime, me partneritete, në lidhje me çështje dhe situata që nuk e di, por këtu shoh që duhen ndryshuar, sepse shoh që ju mbyllni diçka, ju presin surpriza pafund dhe shoh diçka e papritur ndodh tek ju. Mund të jetë një njohje, një lidhje, mund të jenë një punere, një bashkëpunim, por unë shoh që ju nuk largoheni nga gjërat që ju keni për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me studimet, me udhëtimet të ndryshme që ju keni, ose në lidhje me punën tuaj nga ana juaj ekonomike. Shoh që fundi i javës është një javë shumë emocionale, ku ju përqendroheni akoma në lidhje me këto ndryshime dhe nuk pranoni ndryshimet që vinë në jetën tuaj. Edhe pse unë shoh që këto ndryshime gjatë kësaj jave janë të detyrueshme, por jeni ju që qëndroni akoma aty. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju shenjës së Shigetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për parashikime private, mund të kontaktojnë te numri i WhatsAppit. Atëherë shohim energjitë, keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, dhe kemi energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh të trishtuar, sikur nga ana emocionale në lidhje me një dashuri, ose në rastin tjetër shoh që jeni duke ëndërruar rreth një personi. Jeni duke ëndërruar rreth një dashuri. Ju doni të shkoni drejt i personi, por shoh që keni të bëni me një person që është pak i ftohtë dhe i pren në lidhje me ju. Ndërsa për pjesën tjetër jeni duke ëndërruar në lidhje me një sukses që mund të ketë lidhje me shtëpinë, me familjen, ose në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Por shoh që ju do keni shumë oferta këtu, mund të jenë oferta në lidhje me dashurinë, mund të jenë oferta në lidhje me punën, por shoh që ose me institucionet, por mund të ketë lidhje me dokumenta, por edhe me studimet. Ju në mes të javës do ndiheni të suksesshëm, dëshironi të ndoshta edhe në lidhje me një udhtim, dhe shoh që te ky udhtim do jetë një udhtim i magjishëm për ju. Por gjithsesi fundi i javës ju gjen më të ftohtë, më të prerë në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Mund të kenë lidhje me institucionet shtetërore. Ju shkoni për të zgjidhur një situatë, dhe këtu flasim një situatë në lidhje me dokumentat, një situatë në lidhje me studimet,
vërtet jeni të suksesshëm, jeni duke ndëruar gjatë kësaj jave, por fundi javës ju gjen pak në një situatë ku ju keni kaluar eksperienca dhe është një moment që ju mendoni më logjikisht, por mendoni se si të jepni drejtim dhe mendoni të merrni vendime në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Këto mund të jenë edhe në lidhje me disa konflikte me njerëzit tuaj ose por kjo mund të ketë lidhje edhe te vendi punës, por do jetë gati në datën 28, sepse më përpara ju shoh që do keni një sukses profesional te vendi punës. Do ketë persona që do t'ju mbështesin, do ketë persona që do jenë ziliqar ndaj këtij suksesi që ju keni. Gjithsesi do keni udhëtime, mund të jenë udhëtime të gjata ose të shkurtra, mund të keni dhe njofje në këto udhëtime sepse jeni duke ndëruar, shoh që keni shumë oferta, por mund të jenë dhe udhëtime pune, mund të jenë udhëtime jashtë shtetit, mund të jenë udhëtime nga një qytet në qytetin tjetër, dhe unë shoh që do përballeni mund të jenë çështje dokumentash që përballeni, mund të jenë institucione shtetërore që do përballeni në lidhje me një udhëtim që ju do bëni. Gjithsesi, kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjës Luanit, kemi kartën e diellit, energjitë shenjës së tokës, që është të shenjave të tokës që jeni ju vetë, dhe energjitë shenjave të ujit. Atëherë shoh që ju në fillim të javës do ndjeni shumë entuziast, shumë të lumtur. Ndoshta do keni sharm, do keni shkëlqim, do t'i shikoni gjërat më qartë, ose ju dëshironi të bëni një udhëtim dhe do ndjeni shumë të lumtur. Por gjithsesi mund të jenë udhëtime me një person të dashur, që ju takoni këtë person të dashur dhe ndjeni mirë në një udhëtim, ose në rastin tjetër mund të ketë lidhje me grupe njerëzish ose edhe me familjen tuaj, sepse jemi te 10 e kupave. Gjithsesi unë shoh që në lidhje me punën do t'i shikoni gjërat qartë në lidhje me një bashkëpunim, ku ju në këtë bashkëpunim, edhe pse jeni të admiruar për punën që ju bëni, përsëri shoh që të ardhurat tuaja janë të vogla, ose një biznes që mund të keni, një partneritet, një bashkëpunim pune, unë shoh që aty të ardhurat janë të vogla. Ju ndjeni pak të pakënaqur në bazë të ardhurave që keni, por shoh që jeni shumë të talentuar te vendi punës. Dhe fundi javës ju gjen me një çlirim shpirtëror, sikur ju çliroheni nga kjo situatë që mund të jetë në lidhje me punën tuaj, me të ardhurat tuaja, dhe shoh që merrni lajme të mira. Ndërsa për një pjesë tjetër ka të bëjë me fëmijët tuaj. Ju mund të merrni lajme nga fëmijët tuaj. Kjo gjë t'ju gëzoj jashtëmase, por ndërkohë shoh që aty do bashkëpunoni në lidhje me një çështje, me një situatë, mund të jetë një çështje në lidhje me dashurinë, mund të jetë një çështje në lidhje me studimet, në lidhje me anën ekonomike, por e shoh shumë fort me anën ekonomike, ndoshta për të investuar disa para te fëmijët tuaj, ose në lidhje me familjen tuaj, ndoshta për të shkuar me pushime, për të bërë një udhëtim, sepse unë ju shoh këtu që ju në fund të javës keni lidhje me familjen, ose në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ku shkoni diku për të kaluar një fundjavë ose pushimet tuaja. Gjithsesi, është një javë e mirë, shumë e mirë, sepse ju shoh të lumtur, gjërat do t'i shikoni më qartë në lidhje me anën tuaj ekonomike, një çlirim shpirtëror, por dhe pushime në lidhje me familjen, me vëllezër, me motra, me fëmijët tuaj, varet me kë do shkoni, ose me të dashurin ose të dashurën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë,
energjia e shenjës së demit, peshores, por kemi dhe 4 energji. Energjia e shenjës së demit, shenja e akrepit, kemi shenjën e luanit dhe shenja e virgjëreshës. Gjithsesi ju shoh që keni marrë eksperienca në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ndërkohë ju shoh që jeni duke menduar më logjikisht në lidhje me një fillim të ri, por është një fillim i ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Mund të jetë një fillim i ri në lidhje me një njohje të re, ose një fillim i ri në lidhje me një shtatzani, në lidhje me punën nga ana ekonomike. Dhe fati ju ndihmon në lidhje me këtë gjë, ose ju dëshironi që këtë fillim të ri ta çoni para, të çoni gjërat para. Mund të jetë një punë, një partneritet, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me studimet tuaja, por është një fillim i ri që do marrë zhvillime të mira. Në mes të javës bëhet ky fillim i ri dhe fati ju ndihmon në fund të javës në lidhje me këtë gjë. Fati nuk ju ndihmon në lidhje me lojrat e fatit, sidomos të lindurit në fillim të shenjës tuaj. Duhet keni kujdes sepse mund të humbisni gjatë kësaj jave. Për pjesën tjetër, shoh që ju mund të keni të bëni me institucione shtetërore, me çështje situata ligjore të ndryshme ose mund të jenë dokumenta të ndryshme, mund të jenë institucione private, por edhe shtetërore. Gjithsesi unë shoh që ju do keni fillime të reja që do marrin zhvillime të mira dhe gjërat do t'i çoni para, si në lidhje me punën, nga ana ekonomike, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të tjera që ju do t'ju ripërtërin, sepse shoh është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, është energjia juaj në qendër dhe energjitë shenjave të tokës përsëri. Këtu ju shoh që nuk e ndjeni shumë të sigurt, keni më shumë vetbesim në lidhje me një dashuri, me një njohje në fillim të javës. Por mesi javës ju gjen që ju po sakrifikoni shumë në lidhje me një dashuri. Por në fund të javës mendoni se çfarë keni bërë, çfarë duhet të bëni në vazhdimsi në lidhje me anën tuaj emocionale. Gjithsesi ju shoh në fund të javës do ndjeni në dilema, në lidhje me një dashuri, në lidhje me ndjenjat tuaja. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do ndjeni të sigurt nga ana ekonomike, do merrni një shumë të konsiderueshme parash, kjo do t'ju bëjë që ju të rrisni atë vetbesimin tuaj, të ndjeni një siguri ekonomike, por mes së javës tregon që ju ndoshta jeni sakrifikuar shumë për t'i marrë këto para, për të pasur një stabilitet ekonomik. Te fundi i javës, ju shoh që mund të ndjeni midis dy punëve, mund të bëni dhe dy punë njëkohësisht ose ju të jeni midis dy zgjedhjeve të vendi punës. Dhe shoh që nuk do dini çfarë të bëni, do jeni në dilema në lidhje me një situatë, sepse disa para që do merrni, ju shoh që do ndjeni të kënaqur, do të shohet vetbesimi, do ndjeni të sigurt dhe të sakrifikuar ndjeni sepse keni punuar vërtet shumë për t'i marrë këto para, por mund të jeni midis dy punëve. Mund të jeni midis dy situatave, dy çështjeve të ndryshme te vendi punës dhe ka lidhje më tepër me vendin e punës. Por edhe në lidhje me ndjenjat tuaja për një pjesë tjetër, ose ju mund të jeni midis dy degëve studimi, mund të jeni midis dy zgjedhjeve të ndryshme që mund të bëni në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, ku ju fusin në dilema në fund të javës dhe ju nuk dini se nga cili krah të shkoni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi.
Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse ajo është më e rëndësishme se shenja e horoskopit. Ajo përcaktohet nga ora e lindjes, përcakton shtëpitë, dhe aty e gjeni veten më shumë se te shenja e horoskopit. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk e kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj të gjithëve një javë sa më të mbar, edhe pse është një javë pak e vështirë për gjithë. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite sa më të këndshme. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.